Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër epizod podcastit për jetimet pa shprehuna. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Sot kam kënaqësinë me pas një musafir, Begim Rashiti, gazetar, fotograf, menaxher i medias dhe me një histori të pasun nga jeta personale e profesionale. Sot kena me fol për jetën e tij, sfida, transformimet shpirtërore e qysh feja e bamirësia kanë formuar njerin që është sot. Begim, faleminderit që pranove ftesën dhe që je sot me neve. Mirë se gjeta, faleminderit juve për ftesën. Çfarë të kanë ndiku në fillimin e praktikimit të islamit edhe qysh ka evolu lidhja jote me fenë që praja asaj kohe? Fenë kom fillu me praktiku rreth vitit 2003-2004, fillimisht një periudhë vetëm me faljen e namazit xumas, gradualisht duke marrë informacione dhe duke u bind me argumente të shumta, ka qenë nëse nuk gaboj Ramazani vitit 2004 që thjesht i kom thënë vetes se nuk ka më arsye për mos me u falë, andaj për shumë njerëz arsyeja e fillimit praktikimit të fesë është e ndryshme. Për mu ka qenë sporti. Unë kom lujt ping-pong profesionalisht për ekipin e Prishtinës dhe shoku më i ngushtë i skuadrës ka qenë medresant, i cili nuk është se vetëm devotshmëria e tij ka ka qenë shembull për mu, por ka qenë i aftë dhe jashtëzakonisht i Zotit në çdo fushë në cilën ai ka hyrë, si në fushën e 3D-s, ashtu edhe në fushën e programimit, çkado që ai ka fillu me mjeshtru një drejtim të caktuar, ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm, veçanërisht edhe në sport. Andaj kjo më ka bo përshtypje se si një njeri, një besimtar mundet me qenë kaq i gjithanshëm edhe sidomos në një moshë as të re, në moshën themi adoleshencës, kur shpërqendrimet janë jashtëzakonisht të mëdha, joshjet janë të mëdha në çdo gjë, dikush me pas një lloj energjie, gjithanshmërie, me qenë aq i kompletuar dhe me pas një vizion për jetën, qysh në atë moshë, ajo ka qenë praktika e tij, domethënë shembulli i tij ka qenë ajo që do thotë më ka bind se ky është modeli i duhur i një besimtari, se si duhet me qenë një besimtar, jo vetëm një i tillë që thjesht falet, agjeron dhe shkon në xhami, por në çdo fushë me moralin e tij, me shembullin e tij, me praktikën e tij, jep shembull për të mirë dhe bëhet shkak që të tjerët me fillu me dashur fenë dhe me praktiku fenë. Kjo ka qenë ajo që më ka shty me praktiku fenë, do të thotë shembull i mirë veçanërisht kur një person nuk të flet vazhdimisht për fe, ndoshta me të bënë me u ndje në presion ose me të iritu duke të folë shumë për fe. Po kur dikush të pranon ashtu si je edhe në bisedat tua ditore të përditshme, thjesht dikon e gjen hapësirën e duhur për me dhënë një shembull të mirë fetarisht, po kryesisht me praktik, jo as me teori sa me praktik. Kjo ka qenë ajo do të thotë shtysa më e madhe, ajo arsyeja që mu personalisht më ka ndihmuar, më ka fascinu te ai person. E sigurisht kur Zoti don me udhëzu dikon, ja çon edhe rrethin edhe njerëzit që e shoqërojnë, jashta vet ping-pongut edhe në shkollë fillore, shoku ndoshta i lagjes, i shkollës fillore, ka qenë edhe ai i cili kom pa transformim jashtëzakonisht të madh në jetën e tij dhe thonë kjo vetëm fuqia e fesë mundet me bëj një transformim të tillë, do të thotë në jetën e dikujt, mandej edhe në gjimnazën Sami Frashi ku kom qenë nxënës, thjesht dy shokë më të ngushtë klasës kanë qenë praktikues të fesë, andaj në gjitha ambientet në cilat unë kom qenë, më ka rrethu, do të thotë ambienti i njerëzve të mirë, të fetarë dhe shembull në çdo aspekt tjetës, andaj nuk kom pas të dhënë në një mënyrë qysh me me njerëz të mirë, nuk je ndryshe vetë se më boj mirë, me tentu me u bo sikur ata me shembullin që ata e kanë dhënë. Begim, çfarë ndikimi ka pas spiritualiteti në përballimin e sfidave tua jetësore dhe në transformimin tënd prej një introverti në komunikues të hapun? Padyshim ka pas një ndikim jashtëzakonisht të madh, për shkak se vetë praktikimi i fesë, vetë namazit, fillimisht të bën person shumë më të kompletuar, të bën person me vlera, person më të organizuar, më të përpikt veçanërisht në kohë, në gjithçka tjetër, po njëkohësisht edhe të përgatit për sfidat, për problemet, për vështirësitë, për humbjet që kanë me ndodhur në jetën tënde, nga se
Natyrisht jeta kësaj bote është mes dy gjendjeve që ndryshojnë prej njëras në tjetrën dhe vazhdimisht përsëriten, prej problemeve, prej vështirësive, prej humbjeve të personave më të dashur, në të cilat besimtari padyshim se duhet me bë durim, sepse ato vështirësi kalojnë dhe vjen ajo periudha e qetësisë, e komoditetit apo e rahatisë, me e quajtë ashtu, cilën besimtari pastaj padyshim se duhet me shiju ato të mira të cilat Zoti ja jep atij personi, qoftë në shoqërinë e tij, në familjen e tij, apo të mirat materiale, por gjithmonë me atë kujdesin se kjo periudhë edhe kjo ka me përfundu dhe eventualisht kanë me u rikthy kanë me u rikthy disa probleme tjera. Ndoshta i ketë i kalu disa sfida, disa vështirësi, ato kanë përfundu, jenë në një periudhë shumë të rahatshme, ndoshta me familjen, me shoqërinë, me punën, me çka do tjetër, por megjithatë natyrisht jeta kësaj bote është kriju në atë mënyrë që me pas probleme të ndryshme, edhe problemet kanë me u rikthy, pra është prej një gjendje në tjetrën, transformimi që vazhdimisht kanë me u përsërit të dyja, andaj besimtari gjithmonë duhet me qenë i përgatitur që edhe në periudhat që i ka të qeta, me i quajtë ashtu, padyshim me qenë i përgatitur për gjendjet e paprituna që kanë me ndodhur në jetën tonë, andaj besimi lun një rol jashtëzakonisht të madh në përgatitjen e kësaj gjendje, sepse thotë si besimtar, padyshim e dim që përmes vështirësive, sprovave të ndryshme në këtë botë, besimtari e fiton edhe botën e ardhshme, andaj gjithmonë qëndron i përgatitur për atë çka do të vjen edhe në mënyrë të papritur. Ndërkohë sa i përket introvertit, Qysh ka qenë vegimi si introvert edhe qysh ka qenë që ky transformim se zakonshëm din me na privu prej disa aspekteve, sidomos nëse është në periudhë të hershme ose të adoleshencës. Shumë e vërtet, ndoshta në fëmijëri të hershme kom fazën e atë do thotë gjendjen sa kom qenë introvert, ndoshta ka qenë shumë e madhe. Në atë aspektin që kom qenë jashtëzakonisht i pashoqërueshëm, jo komunikativ, kom dash vetmin shumë, nuk kom shku kërkon me prindët e mi, ndoshta kom qëndru me ditë tëra vetë nëse ata kam pas me udhëtu, dhe s'kom pas as pak problem me qëndru me ditë që i vogël. Thot edhe në adoleshencë, madje në një fazë të shkollës fillore, ndoshta nuk jam çu as prej bankës në pushime të gjata, veçanërisht ndryshimi i shoqërisë, mandej në shkollë të mesme, ndrrimi i ambientit në fakultet, gjithmonë vitin e parë, gjithmonë ka shku tuj analizu njerëzit, çfarë persona janë, të cilët janë më të përshtatshëm për mua. Tek mandej ndoshta në vitin e dytë, gradualisht kom fillu me u shoqëru me njerëz edhe me u lëshu, me bisedu me ta, me u shoqëru shumë natyrshëm edhe shumë do të thonë rrjedhshëm në mënyrë normale, po ajo kthesa e madhe që ka ndodhur në jetën tem, unë padyshim vazhdoj me qenë edhe sot introvert, por ndoshta introvert që që ka dalë pak prej atyne binarëve të një introverti super të randë, me e quajtë ashtu, është kur kom fillu me praktiku fen, për shkak se e kom pa duke lexu literaturë të ndryshme, duke dëgju ligjërata të ndryshme, e kom pa se vetmimi i vetëm i kërkuar është ai vetmimi kur ti vetmohesh në adhurim me Zotin, për ndonjë meditim, për ndonjë adhurim të caktuar. Kjo është ai vetmimi ndoshta i vetëm që kërkohet prej njeriu me qetësu mendjen e tij edhe me kërku ndihmë, me u drejtu, me u mbështet në diçka. Ndërkohë të gjitha adhurimet tjera janë kolektive. Është namazi dytor në xhami, është kolektiv me besimtarë të tjerë, me shoqërinë, me bashkësinë, me xhamatin. Është namazi xumas, është namaz javor që është obligativ për gjithë besimtarët me shku në xhami me fal. Është obligativ, bëhet në mënyrë kolektive me njerëzit. Aty mandej ti detyrimisht kime u taku me njerëz që i nje, me të cilët kime shkëmby biseda, probleme të ndryshme, kime gjetë lehtësim kur flet me ta, po ashtu është agjërimi i Ramazanit, fillimi të cilit në bazë shenjave të caktuara, pastaj lidhet edhe me fillimin bashkë me besimtarët e tjerë, edhe bashkë me besimtarët me besimtarë do thotë bëhet përfundimi i tij. Është Bajrami. Padyshim, Besimi islam. padyshim që po, sepse sigurisht që për mirë, sepse ti të bën me reflektu që po njeri ka nevojë për momentet e vetmisë, mirë po jo të asaj vetmisë ekstreme, në atë aspektin që na e dim
kemi edhe argumente fetare, madje edhe thënie profetike që prapë prej besimtarëve më të mirë janë ata të cilët përzihen me njerëzit, po edhe i durojnë ndoshta ato shqetësimet ose lëndimet e njerëzve, sepse me pas punë me njerëzit nuk është gjithmonë e lehtë. Jo me krejt kime u përshtat, jo me krejt kime kalu mirë, andaj ai që duron me njerëzit është i butë, i përshtatshëm me njerëzit, sigurisht është prej besimtarëve të mirë, edhe e kundërta, domethënë ai që gjithmonë vetmohet, ai që gjithmonë shkputet prej pjesës, prej kolektivit, prej bashkësisë, prej xhamatit, thonë rreziku i devimit është gjithmonë shumë më i madh, andaj në këtë aspekt kjo më ka bo shumë me reflektu që po në rregull nuk ka nevojë tashmë u tjetërsu plotësisht, po do thot bën me u përshtat edhe me qenë person shumë më i afërt me njerëzit edhe me qenë pjesë e bashkisë, me qenë pjesë e kolektivit e xhamatit. Kjo më ka feja ka luajtur një rol jashtëzakonisht të madh që me te kalu këto problemet, të cilat sigurisht është e vështirë ndoshta sepse çështja e introvertëve ndoshta tash është shumë më aktuale për shkak se ka shumë studime psikologjike që tregojnë qysh me u sill me ta, qysh duhet me vepru, po edhe vetë një person ndoshta se ka po, po në të kalume njerëzit nuk e kanë ditë, ndoshta introvert sot kanë probleme të ndryshme, kanë pas me thonë probleme të ndryshme, dikush si ka kuptu që kanë nevojë për kohë me ambientu në një rreth të ri, në një punë të re, edhe përderisa ai në fillim e ka pas atë problem, sigurisht nuk ka mujt me performu mirë në punë. Shumë prej madje introvertëve ndoshta edhe janë përjashtu prej punave të ndryshme, andaj sot është më lehtë se ka shumë informacion. Ndoshta në fillim njeri as nuk e din që është introvert, po kur fillon me lexu ose fillon me hulumtu, mandej e din edhe qysh me trajtu veten, se përndryshe është e vështirë edhe për veten se nuk din pse po ndodhin disa gjëra me ty, ndoshta nuk e kupton as ti veten, pse reagon në disa mënyra të caktuara ose pse nuk reagon, pse nuk shoqërohesh, pse të pengon shoqërimi i tepërt, pse të shpenzon ndoshta shumë energji shoqërimi me njerëz, po kur fillon me lexu edhe shfleton literaturë edhe dëgjon podcast apo çka do qoftë të ndryshëm online në internet, sa do thot ka shumë çësje, ka shumë informacion, andaj kjo bëhet shumë më e lehtë, thjesht ndoshta shoqëria sot ka më shumë nevojë me i kuptu introvert, se introvert e din ndoshta veten, e njohin veten, e din limitin e tyne, edhe thjesht ka nevojë që rrethi me i kuptu pak më shumë edhe me ia dhënë kohën e duhur. Aktualisht ata edhe shquhen për potencial më të lartë, kështu që ndoshta janë pak më të favorizuar. Më fal, nuk Aktualisht edhe shquhen për potencial më të lartë, kështu që domethënë studimet tregojnë që kanë edhe super potencial të lartë, edhe inteligjencë të lartë, edhe vetë refleksion, kështu që kjo besoj i bën edhe më të favorizuar për disa pozicione të larta nëpër kompani e ngjajshëm, se din me bo vëzhgim edhe vlerësim edhe observim super të mirë. veçanërisht, sigurisht shumë e vërtet kjo për shkak se janë tipa analizues, edhe tipa që ndoshta nuk shprehen, nuk bin shumë në sy, nuk tërheqin shumë vëmendje, po vazhdimisht janë dëgjues shumë të mirë, janë analizues, i hulumtojnë edhe analizojnë atë shumë probleme, sa që fokusohen mandej krejt energjinë e tyne e përshëndrojnë në një aftësi të caktuar, edhe kjo mandej i bën shumë më të mirë, nëse kuptohen prej rrethit edhe ju jepet hapësira edhe koha edhe komoditeti duhen, ata munden me qenë performuesit më të mirë në punë, domethënë thjesht veç ju vjen një ambient i cili i kupton, derisa ata të binë atë komoditetin e tyre, sepse introvert nuk domethënë veç dikush që nuk fol. Nëse një introvert has një person i cili e kupton, ose në një ambient që e kupton, ai thjesht mundet mos më unal tu fol me njerëzit që e kuptojnë ata, veçanërisht ndoshta edhe nëse nuk ka fol ndoshta periudha gjata, sigur e ka nevojën me kompenzu krejt atë periudhën, atë kohën që s'ka fol, edhe thjesht mundet me qenë jashtëzakonisht i mirë në diçka që në çfarëdo profesioni që ai e bën. Egim, ti ke pas shumë sfida në jetë. Një prej tyne është edhe përballja me smundjen e nanës. Qysh të kanë ndihmu besimi në Zot me te i kalu edhe me u ballafaqu me këto telashe e sfida emocionale? Padyshim se jashtëzakonisht shumë, madje forca më e madhe që besimi ta jep është të përgatitë për ato sfida, për ato vështirësi, smundjen, për sprovat që kanë me të ardhur, sepse natyrisht shumë e dim që
kjo botë është kriju që besimtari me u sprovun të dhe përmes saj me fitu botën tjetër. Andaj, kur njeri sprovohet, e vren se gjithë ajo që ka shfletu prej literaturës, se ka dëgju prej ligjëratave, faktikisht po të hynë shumë punë, sepse po t'jep durim me menaxhu atë smundje, atë sprovë të caktuar, çka do qoftë ajo, qoftë nëse përballemi ne vetë me të, qoftë nëse një i afërm do thotë përballet me një vështirësi, me një smundje dhe veçanërisht kur kalon ajo sprovë dhe ndalesh me mendu në mënyrë retrospektive, edhe vetë habitesh se ku e ke gjetë forcën me u përballë me atë sprovë dhe ku e ke gjetë energjinë edhe forcën me vazhdimisht me menaxhu me durim, me urtësi, me maturi, që mos me qenë shumë emocional. Patjetër që ki me qenë emocional, po duhet me i menaxhu si duhet edhe mos me ranë emocionin me ndiku në mënyrë negative, sepse në ato momente njeriu duhet me qenë racional mbi të gjitha, sado që jemi emocional si qenje njerëzore, po në këtë rast, smundja e Alzheimers me të cilën është përballë nana, është një smundje shumë e rëndë, për shkak se në kohën kur ajo është diagnostifikuar me të, unë nuk e kam njohur si smundje as pak, as që kam dëgju, madje nuk ka qenë shumë e njohur edhe në vendin tonë kanë qenë të rralla rastet të paktën që janë diagnostifikuar dhe janë ditë, se sigurisht si smundje padyshim që ka ekzistuar shumë më herët, edhe kom fillu me lexu dhe me hulumtu shumë për smundjen, që me ditë se si me vepru, qysh me u përballë me të, nga se është një smundje e trurit, një smundje degenerative, cila ndikon që prej humbjes të aftësive bazike ditore, do thotë humbjes ndoshta të një aftësie, humbjes të gjërave, harron se ku i kalon, ose humbjes se një aftësie që në baza ditore ka bën ndoshta në mënyrën më të mirë të mundshme, siç mundet me qenë menaxhimi i financave, deri në momentin që fillon mos me i njoft personat e afërt, apo mos me njoft ndonjë objekt që është ikonë e qytetit ku jeton, sepse natyrshëm secili prej neve mundet me harru diçka, mundet me harru një datë, mundet me harru një emër, është shumë normale, po me harru një ikonë të qytetit, ndoshta me harru shtëpinë e shëndetit, ose bibliotekën, ose diçka që identifikohet qyteti me ta, nuk është normale. Edhe do të thotë vazhdon mandej edhe me çrregullime tjera që truni fillon mos me përçu sinjale kur ka nevojë, kur është urritur, kur ngopet, apo për nevojat fiziologjike, apo mandej deri në fazën që madje fillon mos me përçu sinjale edhe me humb aftësinë e të ecurit, derisa mbeten në shtrat deri në fazën e fundit, që është faza më e rëndë. Andaj në këtë aspekt është shumë e vështirë me menaxhu, me u përballë me të, duke mos e njoft smundjen, të mos pas informacion shumë, përveç që kom hulumtu shumë për të, që me di qysh me u përballë, kom kërku edhe familje të cilat eventualisht kanë pas dikon të smur me Alzheimers, nga se kom dash me ditë përvojat e tyne, qysh ata e kanë menaxhu, se është smundje jashtëzakonisht e paparashikueshme. Mirë po, për shumë prej këtyne familjeve, ka qenë e vështirë me u rikthy në ato plagë, edhe kanë hezitu me folë, që është jashtëzakonisht e vështirë, mirë po në fakt do duhej me qenë e kundërta, për shkak se përvoja që ne kalojmë me këtë smundje mundet me ja lehtësu shumë dikujt tjetër. Ndoshta jo detyrimisht me ja zgjidh krejt problemin, sepse çdo rast është shumë i ndryshëm prej tjetrit dhe përvoja ime ndoshta mundet mos me i ndihmu dikujt. Po nëse dikush e merr përvojën time, e merr përvojën e dikujt tjetër, edhe disa përvoja i merr prej përballjes me këtë smundje, të paktën çka ka me përfitu ai person ka me qenë që përvojat kanë me mësu me mendu në mënyrë kreative qysh me bo zgjidhje për situatat e vështira, e të papritshme, emergjente me të cilat përballet, që ndoshta asnjë prej këtyre përvojave se ka pas atë situatë, po ti përballesh me të. Po kur merr prej secilës përvojë nga diçka të caktuar, mandej ajo ta bën një kompletim, ta kompleton atë vizionin, atë pasqyrën, atë puzzle me thujt ashtu, imazhin ta bën shumë më të qartë, edhe ta krijon idenë se ti qysh me bo zgjidhjen kreative ti vetë me zgjidhjen tënde unike, me u përballë me të, nga se thotë nuk ka smundja, as nuk dihet prej çka shkaktohet, as nuk ka ndonjë ilaç. Pra të supozohet se terapia e ngadalson, mirë po edhe kjo nuk është e vërtetuar shkencëtarisht, andaj është shumë me rëndësi që me mujt me
me i nda përvojat me të tjerët, për shkak se munden me ja lehtësu jashtëzakonisht shumë dikujt përballjen me këtë smundje të vështirë, nga se kur sprovohesh me të, normalisht që si besimtar na gjithmonë jemi të përgatitur, qoftë neve vetëm na godit në një smundje apo na vetëm me u kthy te Zoti para të afërmve tonë, po veçanërisht kur dikush diagnostifikohet me smundje, ti automatikisht që nga dita e parë je i përgatitur për më të rëndën që ka me të pritë, ke me u ballafaqu me të. Po më e rëndë se sa vetë vdekja është me e pa të afërmin tënë në gjitha ato fazat cilat i potencova, i ceka se kalon. Domethënë, me pa ma dashurin tënë në gjitha ato faza është më e rëndë se sa vetë vdekja, se tek e fundit vdekja është një lloj lehtësimi që edhe vetë i smuri ndoshta nuk kishte me pas dëshirë me u përballë me atë gjendje, edhe është një lehtësim për të. Në këtë aspekt është paksa edhe traumatike ndoshta me u përballë me të për personat, familjet që kanë. Andaj është shumë me rëndësi me pas mbështetje institucionale, që fatkeqësisht në Kosovë do thotë nuk ka statistika, nuk ka as mbështetje. Kur po flas për mbështetje, ndoshta familjet të cilat kanë dikon me kancer marrin një lloj mbështetje financiare, po këtu nuk është shumë qëllimi te mbështetja financiare që nuk e marrin familjet me Alzheimer, sa është mbështetja ndoshta mbështetja mendore, mbështetja një lloj mbështetje psikologjike ndoshta që do duhemi ja ofru familjeve që përballen me këtë smundje, nga se është shumë e vështirë, madje në shumë raste ti e pret me vdek personin që është prek me Alzheimer, por mërzia e madhe e bashortit tjetër që bashortja nuk po e njeh, ndoshta nuk po e din kush është, shkakton smundje ndoshta edhe më të mëdha, edhe në shumë raste ndoshta vdes bashorti që ka qenë mirë, ose ti asnjëherë nuk e ke prit se ai do të sprovohet, edhe në shumë raste janë bashortët e personave të prekur me Alzheimer që vdesin para personave të prekur me Alzheimer. Kjo ka ndodhur edhe në familjen time, edhe me babën. Thjesht na kemi prit përkeqësimin e gjendjes nanës, ndërkohë që brenda një periudhe jashtëzakonisht shkurt, thjesht është sëmu edhe ka vdek para vetë nanës. Në këtë aspekt është mbështetja psikologjike që do duhemi u ofru familjeve që kanë dikën me Alzheimer, është shumë e nevojshme, është shumë esenciale ndoshta për shëndetin e tyre mendor, sepse me pa në gjendje, dikujt që ndoshta nuk i punon truri, thjesht ndoshta vetëm njeri nuk mbetet. Ndaj në atë aspekt është vështirë dhe është traumatike me u përballë me të. Në këtë aspekt kish me qenë shumë e mirëseardhur dhe shumë lehtësuese nëse shteti do të kishte një lloj mekanizmi që ofron një lloj ndihme, jo patjetër financiare nëse nuk janë mundësi, ndonse numri me Alzheimer tashmë rritet shumë sa që ndoshta krahasohet edhe me të prekurit me kancer, mirëpo kjo mbështetje do ndikon jashtëzakonisht shumë, sepse do ta ruante shëndetin mendor të familjarëve të tjerë. Mbi të gjitha nuk ka nevojë me qenë ndonjë ndihmë e jashtëzakonshme, mjafton me qenë një bisedë, me lehtësu dikon, me mundësu me folë edhe me u shfry dikujt. Andaj duke ditë këtë që unë vetë kom pas shumë nevojë dikush më tregu çysh e ka menaxhu këtë smundje, andaj kom as kohë jo mundu që me bo shkrime edhe me përkthy shkrime për vetëdijsimin për smundjen e Alzheimer, dhe mënyrën e përballjes me të, edhe madje edhe publikisht kam thënë që nëse dikujt mundet me i hy në punë përvoja ime, pa asnjë hezitim mundet me kontaktu, nga se jo që nuk ndjehem keq me u kthy në atë periudhë, por përkundrazi ndoshta ndjehem mirë se në atë aspektin që po bën diçka mirë, më ja lehtësu dikujt, edhe duke ditë se ndoshta vetë nana kish me qenë shumë e kënaqur me u ndihmu personave të tjerë që e kanë smundjen e saj, ndoshta llogaritet edhe si një lloj vepre mirë, një lloj sadakaje apo sadakaje rrjedhse që i shkon vetë personit të vdekur në këtë rast. Në këtë aspekt, padyshim që gjithë mundemi në këtë formë me kontribu, apo thjesht në vendet e zhvilluara shpesh herë ka edhe lloj kryeza turmbullakta, terapi, do thotë përmes bisedës, që secili e përmend përvojën e tij, mënyrën se si është përballë, dhe të paktën çka ndodh në to është që secili person duke i dëgju përvojat e tjerëve, që ndoshta përvoja e secilit është më e rëndë se sa e jotja, ti e sheh se s'jen ka fundi botës, se paska është shumë më vështirë se ti ndjehesh më i lehtësuar, sidomos kur ti e nxjerr nga vetja atë që ke brenda, dikush po të dëgjon, dikush po ta thot një fjalë të mirë, po mundohet të ta bëjë një zgjidhje,
kjo është ajo që të paktën ndoshta ndonjë organizatë që merret me, do të thotë, me shëndetësi apo shteti do duhej me u marrë me këto familje që të paktën me a lehtësu, po në mungesë të saj padyshim që besimi ka qenë forca më e madhe që ma ka dhënë me u përballë me këtë sëmundje. Pikës pari ka qenë bashkëshortja që është kujdes, do thotë për gati 5 vite, është një sëmundje e vështirë me kujdes për dikën për një kohë të tillë. Ka qenë ajo që ma ka lehtësu jashtëzakonisht shumë, mandej në vendin e punës ku kom punu në televizion, në PIS TV kanë qenë jashtëzakonisht të arsyeshëm edhe për çdo emergjencë, situatë emergjente që ka ndodhur asnjëherë, do thotë, thjesht më kanë thënë nëse je tu bo diçka mundesh me ja baj dikujt tjetër, me ja bërë si përgjegjësi, bëje, nëse nuk mundesh veç vazhdo edhe do thonë mos u mërzit për kurrë tjetër, ti veç mundohu me u gjindë sa ma shumë familjes, asgjë ma shumë. E kur ke diçka të tillë në familje, dikush që ta lehtëson jashtëzakonisht shumë për çka jam shumë mirënjohës, qoftë bashkëshortës, qoftë vendit të punës, madje më kanë kursy në atë aspektin që as nuk më kanë ngarku me punë se kanë pasur emocionalisht jam shumë ma i ndihshëm, jam shumë ma ndoshta jo në atë elementin tim ma të mirë, kur e ke këtë forcën e besimit dhe njerëzit përreth që të kuptojnë edhe ta lehtësojnë sprovën, sprova bëhet shumë më lehtë e menaxhueshme edhe shumë më lehtë e përballueshme, e sigurisht mbi të gjitha pra me u pajtu me caktimin fillimisht, sepse sa ma shumë që ti e lufton edhe nuk e pranon atë realitet, aq më e vështirë do t'jetë me te i kalu, po kur e pranon edhe pajtohesh me atë gjendje edhe thjesht mundohesh me bo më të mirën që me e lehtësu edhe me zbut vështirësinë, në atë aspekt mandej të lehtësohet menaxhimi, përballja me atë sëmundje. Kjo ka qenë ajo forca më e madhe që mu realisht ka ndiku besimi me përballu shumë ma lehtë, për ndryshe ndoshta është e rëndë me thonë, po nëse nuk do të kisha me qenë fetar, ose njeri mundet me u çmend, ose mundet me qenë i devijum në lloj-lloj forma të ndryshme, po është e paimagjinueshme se çysh kish mujt me rrjedh jeta nëse nuk kish qenë forca e besimit që ta mundson me u përballë me këtë sëmundje, me këtë sprovë. Prandaj jam shumë falënderues për gjithçka që për mbështetjen fillimisht që kom gjetë forcën fillimisht prej Zotit fuqiplot, e mandej edhe prej rrethit, për shkak se është një sëmundje që e vështirë që edhe rrethi zakonisht nuk e kupton. Personat e tillë ndoshta nuk dinë edhe kur ngopen, andaj nëse janë në një rreth familjar me musaferë ose të ndryshëm, ose kur ti shkon dikun ata thjesht e ushqejnë ose i shërbejnë ushqim në emër të respektit, po ai ushqim i tepërt i bën dëm edhe ata në emër të respektit, po jo i lejnë të hanë se s'ka problem, po nuk është s'ka me të respekti veç të ushqimi që ja jep ti një personit smur, thjesht nëse familjarët e dinë që diçka i bën dëm, duhet me respektu atë dëshirë dhe atë vullnet, se tek e fundit askush nuk ka qef më shumë se sa vetë familjarët e ngushtë me shëru atë person edhe me nderu edhe me respektu, po nëse diçka i bën dëm, është mirë që na me u vetëdijsu si shoqëri edhe si familje që kujdesin, sepse askush më mirë se sa familjarët nuk e din si me u marrë me atë person, se përvoja dhe praktika e mëson qysh me menaxhu ata, ndaj nëse ata e shohin se diçka është e dëmshme për atë person, duhet me respektu vullnetin e tyne edhe mos me insistu me i dhanë diçka të dëmshme, sepse truni tyne nuk e regjistron atë ushqim ose atë nevojë kur ngopen ose diçka, dhe mandej ajo bëhet e dëmshme edhe problematike, mandej me u menaxhu prej vetë familjarëve. Prandaj për gjithçka që ajo është kryer edhe është e kaluar ai situatë, jam jashtëzakonisht mirënjohës, do thotë qoftë familjes, qoftë kolegëve, vendit punës ku kom punu, që ma kanë mundësu me u marrë në maksimumin, me qenë maksimumin tem për me u përballë edhe me menaxhu sa ma mirë edhe sa ma lehtë me u përballë me këtë sëmundje, andaj sigurisht ndoshta pa ndihmën e tyre do të ishte shumë më e vështirë. Vegim, çka të ka mësu përvoja në PIS TV edhe çysh të ka ndiku në transformimin tënd si person? Jashtëzakonisht shumë, në mënyrë të paimagjinueshme, nga se përveç fesë më kanë ndihmu me te i kalu me dal pak prej vetës së introvertit,
puna në publik, se është e paimagjinueshme një introvert me punu në botën e televizionit, në botën e mediave, është si Liza në botën e sudirave. Megjithatë, në shumicën e herave është që na vetë si introvert ndoshta i vendosim vetes limite edhe kufizime të cilat mendojmë se janë të patejkalueshme, po kur fillon me sprovu veten edhe në një fushë të caktuar, qoftë ajo edhe mediave, televizionit, e kupton se nuk është diçka e paarritshme, se mundesh me dalë prej komfort zonës, mundesh me folë në publik, mundesh me u ballafaqu me gjëra të ndryshme, thjesht duhet guximi për me vendosë edhe me dalë në publik edhe me tentu me folë edhe me punu me veten jashtëzakonisht shumë. Në këtë aspekt, përvoja në televizion më ka ndihmu jashtëzakonisht shumë me qenë më komunikues edhe më i shoqërueshëm, më i gjendshëm. Si punë në televizion të hap shumë dyer, të krijon mundësi të shumta. Mbi të gjitha është të mundson me pas ndikim. Nëse një gazetar apo moderator i bën pyetjet e duhura dhe bëhet zëri i audiencës ndaj të ftuarit, edhe kur e ka një të ftuar tenton me mendu se çka do ta kishin pyet audienca, cilat janë problemet e shoqërisë, çka kishin me pyet njerëzit këtë person që sot unë e kam përballë, dhe ti tenton me nxjerr më të mirën prej atij personi përmes pyetjeve tua, edhe tenton me i adresu ato probleme të shoqërisë përmes përgjigjeve që do t'i jep i ftuari në emisionin tënd. Kjo është, do të thotë, ajo më e mira që një gazetar, një moderator mundet me bo, dhe komplimenti më i madh që mundesh me marr si gazetar o moderator i emisioneve, padyshim është me thonë dikush që e ke bo pyetjen që unë e kom pas me ja bo, se kisha pas qef me ja bo dhe kom pas shumë nevojë, ose pyetja jote e ka dhënë një përgjigje e cila mund ka bo zgjidhje shumë në jetën time. Andaj me i pas to parasysh edhe më mundu me nxjerr më të mirën prej vetës edhe prej të ftumve, duke analizuar edhe duke u marrë shumë detajisht me ta, është ajo suksesi më i madh që mundesh me pas, me ndiku në përmirësimin e problemeve dhe gjanave të ndryshme në shoqëri. Andaj për mu ka qenë një transformim shumë jashtëzakonisht i madh në jetën time përmes punës në televizion, që ja kom pa hajrin shumë, jashtëzakonisht shumë. Begim, faleminderit shumë për kohën, sinqeritetin gjatë kësaj bisede. Mesazhi yt për përkushtimin, etikën, fuqinë e besimit ishte me të vërtetë i vlefshëm. Faleminderit juve për ftesën, për mundësinë me qenë pjesëmarrës në këtë podcast. Për mu me të vërtetë kanë qenë përjetime të cilat nuk kanë qenë të shprehuna më parë, dhe jam shumë mirënjohës se pata mundësinë që përmes këtij podcasti me i shpreh ato të cilat ndoshta nuk i kam tregu edhe nuk i kam shpreh asnjëherë në jetën time publikisht. Kështu që edhe një herë shumë faleminderit juve. Shikues të dashur, mos të harrojmë që një gjest i vogël i joni mundet me ndryshu jetën e dikujt. Deri në episodin e radhës, kujdesuni për veten dhe për gjithë ata që i doni. Mirupafshim.